Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri kanë ngelur vetëm 4 finalistët. Rozana Radi, Leret Vasili, Gjesti dhe Egli Tako janë banorë që garojnë për çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Leret dhe Rozana kanë diskutuar sërish për incidentin që ndodhi në spektaklin së shtunës, ku Jozi në dalje goditi me shoplak Gjestin, duke lënë të shokuar të gjithë publikun anë mban botës. Aktori shqiptar, Leret Vasili tha se ishte një gjë e tmerrshme, por që bravo i qoftë këngëtarit Pejan që e kaloi aq shpejt atë situatë. Çfarë tmerri, si se përmbajti veten ai, tha Laerti për herë të parë duke u referuar Jozit. Këtij të voglit bravo i qoftë që e kaloi aq shpejt. Ajo ishte e tmerrshme. Vandalizëm i gjallë, theksoi ndër të tjerash Leret Vasili. Nga ana tjetër na duhet të presim vetëm të shtunën për të parë se kush do të jetë fituesi i këtij edicioni. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.